Ju uroj një ditë të bukur, një ditë të mbar, edhe t'jeni të vëmendshëm dhe të kujdesshëm për sa i takon shëndetit tuaj me temperaturat me vapër që mbizotëron në Tiranë kryesisht, po edhe në qytetet e tjera. Çdo gjë patjetër që ka një rëndësi të veçantë në mënyrën se si ne i zgjedhim ushqimet, në mënyrën se si i kombinojmë ato, për atë që quhet sinergjia ushqimore, ose kombinimi i dur i ushqimeve. Pse është e rëndësishme që jo vetëm çfarë ham, por edhe me çfarë ham, me çfarë i kombinojmë ushqimet tona, sepse kombinimi i tyre do të na ndihmojë më mirë në përthithjen e elementeve ushqyes, e vitaminave, për forcimin e imunitetit, e po ashtu edhe për tretjen. Se themi që ky ushqim nuk shkon me këtë. Kjo është ajo sinergjia ushqimore që ne duhet të kemi pak një informacion se cilat ushqime shkojnë me çfarë, në mënyrë që ne të përfitojmë sa më shumë prej tyre, jo vetëm të ushqemi, por të dimë se çfarë marrim në organizmin tonë. Për këtë do të flasim sot me Altin Jokën, me nutricionistin dhe specialistin e mjekësisë holistike, për të treguar dhe kombinimet më pozitive ose kombinimet më të gabuara të ushqimeve që ne konsumojmë në përditshmërinë tonë. E po ashtu do të ndalemi tek një tematik tjetër në pjesën e dytë të bisedës me krijuesin ose me presidentin aktual të shoqërisë pan-shqiptare, Vatra, jeton në Amerikë, për mënyrën se si ky komunitet është kaq shumë i organizuar për disa aktivitete, për mënyrën se si kombinohen ose çfarë ndryshimesh kanë brezat e mëparshëm me brezat e tanishëm që jetojnë në Amerikë për sa i takon forcimit të komuniteteve shqiptare andej. E në kuzhinë kemi receta të reja sot, kështu që shkojmë të zbulojmë njëherë Albanën se çfarë është duke përgatitur. Ja të kemi në kuzhinë me këtë vrullin që na karakterizon çdo mëngjes për të qenë gati për të përgatitur produktet, mirë se të gjeta, për të gatuar. Mirë se gjeta, mirë mëngjes, të gjitha, opa, një. Është vapë, është ftohtë, ne nuk e ndalim vrullin. Qa më mungon gjëra kryesore, më mungon diçka. Më mungon mielli, por mielli paketuar. Për mane vete, sepse gjitha që do gatuash me mielli direkt të të më duhen 600 gram miell, që kërë shofë unë dhe shofë të të 600, unë nuk e di nëse kam shuar 600, ja këto vizat e bara këtu, duke në të gramaturat këtu, pra më duhet diku të 600 gram miell. Po më duhet 600 gram miell, pa tjetër, më duhet edhe një vezë, më duhet majaja, këtu të më vendosësh pak ujë, të vakët, nëse unë. Majan e njomë. Unë ka majat e njomë, nëse ju e keni të thatë nuk është problem, thjesht ndryshon vetëm diçka, aktivizimi. Aktivizimi me majan e butë bëhet shumë më shpejt. Kurse majaja e fort kërkon, derisa të fillojnë të bëjnë ato grobza, kërkon pak kohë. Sa pak kohë kërkon, për gjysmë ore ne duhet ta lëmë. Pra, e lëm të tillë dhe unë vendos hir. Dhe nëse unë kam kos më shumë, nuk shtoj hirën. Shtoj një vezë. Petulla me hirë dhe kosë, sepse ka kaluar edhe strisha jonë në ekran për të zbuluar recetën e parë, që ta bëjmë gati brumin se çdo brum ka nevojë të qëndrojë. Petulla me hirë dhe me kosë. Kështu po e nisim sot hapësirën tonë të gatimit, na duhet 200 ml hirë, 200 ml kosë. Pra nga një gotë për secilën. Një kokër vezë, 10 gram maja buke e thatë ose maja e butë. Cilën fillimisht e zbusni me ujë përsëri, e tretni aty. Një lugë çaj sheqer, një lugë e gjysmë kafeje krip, 600-700 gram miell dhe sigurisht vaj për skuqje. Përgatisim fillimisht brumin duke shtuar hirën, kosin këtu, majan, kripën. Marë sheqerin. Sheqerin dhe kripën unë i kam vendosur në një vend, gjë që është gabim. Për majanë, se pastaj në miell do të përfundojnë të gjitha. E transferoj direkt këtu. Pra, kemi transferuar vetëm sheqerin tek majaja. Sepse kripa e djeg. Be këtë tretin e mirë, por të prandaj them dhe majaja e butë shumë e duhur. Duhet edhe pak. Opa, e largoj.
shpelluar janë të vetmet gatime që shkojnë dimër verë për mëngjeses, shoqëruar me torreçelën atestinës, me djathin, me Do të shtoj mjaltin. një lugë miell. Po. Pra si të bëjmë aktivizimin e duhur të Është pak. majasë. Ja të shtoj edhe më pak. Sërish të miell. Ja të marrim të lugën e vogël që është e thatë dhe shtojmë disa lugë të vogla kafeje. Edhe një. Kaq derisa kjo mas të filloj të krijohen ato gropzat e vogla të qullit. Në formën e qullit është. Lëmë një. Është më mirë kjo procedurë, pra duke e tretur mirë majan, duke i shtuar edhe aktivizuesi siç është sheqeri, sepse e kemi thënë, po gjithmonë ka anviza të reja që i bashkohen në ekranit ton, për të kuptuar këtë proces shumë të rëndësishëm, këtë reakcion që ndodh kur ne zëm brumin për petulla, byrek, buk, çfarë do lloj gatimi tjetër. Pra për të aktivizuar majan, qoftë të thatën, qoftë të njomën, të butën, dhe të shtojmë pak sheqer, sepse vetë majaja është një lloj kërpudhe dhe kërpudhat si ushqim të tyre kanë të ëmblat sheqerin. Duke ashtuar këtë sasinë e sheqerit tek majaja, ndodh ai procesi i fryrjes, i 2 fishimit, 3 fishimit të brumit, që të kuptojmë si u fry brumi kaq nga majaja. Dhe majan do ta lë. Kjo është majaja, zbutur me pak miell dhe me sheqerin. Do ta lëm tani të aktivizohet, shifeni pak lluskat. Aktivizohet shumë shpejt. Derisa të aktivizohet, e lëm atë aty. Do të shë këtë mas mielli që nuk kam ai sa më duhet. Ta hapim këtë tjetër, do na duhet pak miell tjetër këtu? Po e hap, ta kemi të hapur, se do ta përdorim në një moment të caktuar. Me një ndryshim për shembull, te buka quhet tharmi. Te buka e lëm të aktivizohet dhe gjithmonë marrim atë majën e majas për të bërë bukën dhe lëm të vjetrën, vazhdimisht. Që vazhdojmë ciklikisht tek brumi i radhës. Ne i nisëm përgatitjen e brumit dhe skuqem pastaj ta bëjmë më pas recetave të tjera. Prandaj dhe bëhet në fillim që të marrë pak edhe kohën e vet. Po. Ne trazojmë tani të duhet pak miell tjetër. Tani për shembull, unë do ta lë të tillë, do ta lë në formën e qullit. Dhe majan që sa ka filluar të aktivizohet, do ta lë me miellin që të aktivizohet akoma dhe më tepër dhe më pas, unë do shtoj dhe pjesën tjetër të miellit që mua më duhet të shtoj. Pra, e lë të aktivizohet në brum, në qull. I trazoj mirë. Pra, është e njëjta gjë. Nëse aktivizojmë tani shumë pak që t'i shtoj në fund fare, pra shumë pak do më duhet. Sepse kjo që na ka mbetur, mund t'i shtojmë dhe pak ujë për shembull këtu? Apo të shojmë? Do ta bëjmë me qull fare. Po dhe shtoj konsistenca që duhet. Do shtojmë mielli më tepër, prap, nuk ka problem. Edhe po ta shtoj. Ne do ta shohim deri në fund se si do të jetë trajta e brumit që do. Pastrojmë të gjitha anët edhe. E rrajmë sepse e punojmë. Po. Duke gjithë ansoren këtu, të gjithë ansoren. Nëse të duhet ndonjë dorë, më thuaj, që ta trazoj sa më shumë. E lëm. Kjo është trajta, edhe një afër për ta treguar trajtën e brumit, s'do të jetë brumas i trash, as shumë i rrjedhshëm. Kjo është trajta e brumit. Do ta lëm të pushoj. Në fund fare, rrihë, sepse sa më shumë të është si puna e brumrave. Sa më shumë të punohen, aq më mirë. S'kam gatu shumë brumra këtë kohë dhe kam dorën e çlodhur. As ke bërë? Jo, po edhe vap dhe. Ja. Megjithëse sot e kam radhën për të gatuar byrekun me spinaq, se ma ka kërkuar besa. E dëgjova.
Ta përshëndes pak mbesën time dhe gocën, se janë duke më ndjekur, më thanë, e dëgjova që E dëgjova në grim. Po, janë dhe pushim tani edhe kanë kërkesa të çuditshme dhe për gatime, se shohin këto trendet e gatimeve, hajtë të t'ua gjesh me miden fëmijëve. Atëherë, derisa të kemi të pjesën sikur është e mëndafsht, është Shumë e mirë, po sa më shumë punohet, më e mëndafsh bëhet. Patjetër, prandaj duan 20 minuta, gjithmonë 20 minuta, brumi, të buka, të keku, dhe nëse ne nuk e kemi situr mielin që të marrë atë ajrosjen e mirë, duhet të kemi një punim shumë të mirë të brumit. Kaq është, janë shumë thjeshta. Është shumë e duhet e lëm të tillë derisa po e lëm këtu të minjan. shikojmë ato fluskat, tamam fluskat, të shikojmë fluskat që të jenë më të shpeshta. Po e lëm edhe atë pak mirë, maja aty. sjarova ju fare. Unë e sjarova, Niki e punoj, për të ta punoj prapë, s'u mërzisni ju. Si sa më shumë të punohet, do ta shoh pak a shumë si do të ecë deri në fund të hapësirës së gatimit dhe përsëri do t'i japim nga njëra. Shohim edhe një herë produktet dhe më pas kalojmë tek receta tjetër, që është receta e drekës së sotme. Petullat zakonisht i konsumojmë, i kemi qef në mëngjes. Petullat i gatuam me hirë dhe kos sot, nga një sasi të barabartë të hirës dhe kosit, nga një gotë për secilën, një vezë, maja buke 10 gram, ne kishim maja të njom, mund të keni dhe të thatë, një lugë çaj sheqer, një lugë e gjysëm kafeje me krip, 600-700 gram miell dhe vaj për skuqe. Kjo është receta e shkruar. Do kalojmë tani tek receta tjetër. Qa gatuem tani, Albana? Qa kemi? Kemi një supë. Supë. Tu më pengon? Jo, të pengon, ndoshta ty se ja, ta ne jo. vendos këtu. Mishin e pulës e kemi këtu. Po. Në proces për të Tu zier. ka vendosur mishin e pulës që më duhet për të dy gatimet. Po. I vë kapakun. Vendos në proces termik, pakës vaj, edhe një pjesë gjalpi, gjysmën. Këtu, opa, në rregull, gjysmën. E lë, të më tretet pak sa, duke shtuar qepën. Kam ngrirë qepën, sikur se këtu kam edhe domaten që të ta kaloj në blender. Pra kam qepën, domaten, krip piper, salcë të kuqe të koncentruar, nisështë edhe oriz. Po. Pra një supë të shpejt me oriz dhe domate. Okay. Zbutet pak tretet gjalpi, pak qepën aty, në ndyrën. Tu, unë do të marrë dhe do të shtoj nisë shten. Shtoj lëngë. Pa tjetër që është e nxehtë, po, nuk më prish punë. Ndoshta me një pirun ose lugë më të Po, vogël, më të patjetër, po, më ja. mirë. Sa ta. Këtu. Dhe pasi të tretet nisë shtja, sigurisht që do shtohet në fund fare të trashi supën, ta ketë pak më të plot. Do të shtoj sërisht lëngë dhe Tani që po e shikojmë këtë proces, po kur kemi tretur për shembull 20 në ujë të ftohtë, procesi ishte më i shpejt. Po patjetër. Si tani me të nxehtën sepse ti kështu e djeg. Okay. Mblidhet më shumë ajo. Po, ti e djeg. Kokra. Atëherë unë e marr dhe e vendos tek salsa. Ne largojmë këto. Pra bashkë me salcën me domatet, me qepën. Shtoj lëngun sërisht, kapakun dhe Po, dhe bëjmë të një trajç me këtë salcën. Tu i bashkangjitëm edhe një seshte. pra kemi. Nëse ne
Do ta vendosim në ujë të nxehtë shumë në shten. Kemi disfavorin që është e vështirë për ta tretur. Uji i ftohtë dhe jo shumë i ftohtë, sepse dhe uji i ftohtë fare, nëse unë marr tani nuk kam marr ujë të ftohtë nga frigoriferi, mbushi gotë për vete dhe vendos edhe këtu, edhe është po aq e dëmshme sa uji i nxehtë. Nëse ne nuk e kemi në temperaturën e ambientit ujin, ose mund ta tresim me pak qumë, është shumë mirë. I shkon goxha mirë. Atëherë e kalojmë domaten në blender dhe ja ku jemi të duhur me gatimin. Rezultatin që duam. Unë këtu do shtoj masën e orizit. Do t'i jap një kaurdisje. Një kaurdisje që do të thotë, unë e kam dhe me lëngun. Do t'i shtoj sërisht. Derisa orizi të lëshoj pak atë. Po, derisa të lëshoj. I vendos kapakun dhe e lë të tillë duke i shtuar krip piper. Sa ky proces të vazhdoj, që edhe orizi të marrë atë trajtën e vet, të shpërthej kokra, më transparente, dhe do ta vazhdoj zgjerrjen procesin edhe me salcën që e kemi më njanë, që t'ja shtojmë pak më vonë. Ndërkohë ne do të shkëputemi për pak tani, do të bëhemi gati edhe për recetën pasarse, jemi me prostatol kompleks. Ja te kemi sërish në kuzhinë, po ju prisnim për të vazhduar me recetën tonë të supës me oriz dhe domate. Jemi në procese sipër, kemi shtuar qepo, kemi shtuar yndyrën dhe orizin, tani po shtojmë edhe salcën e koncentruar për të dhënë atë ngjyrën e bukur. Dhe kemi përsëri salcë të përzier, edhe me pak niseshte. Dhe sigurisht në fund fare do ta freskojmë, aromatizojmë me bime aromatike, kur do t'i shkojmë më shumë, do ta shohim deri në fund. Shtoj masën e kripës. Sikurse lëngun e 2 domateve me një sështen. Ja, faleminderit. Ja të tillë derisa të filloj dhe duhet të jetë e trashë, sepse dallimi mes supës edhe çorbës është që çorba është më e trashë. Është pak a shumë në formën e gjellës. Do të marrë bimët aromatike. I shkon një tufë majdanos, ta freskoj dhe aromatizoj. Ja pishije. Dhe duke marrë çdo ditë nga një tufë me majdanos në gjellën tonë, çfarë do lloj gjelle qoftë ajo, duke mos e kaluar në proces termik, pra e shtojmë në fund fare, ne marrim dhe doza të vitaminës C të përditshme, që janë aq shumë të domosdoshme. Atëherë, gjysma kalon në zjerje. Dhe pjesa tjetër, normalisht, është spërkatja në fund për t'i dhënë atë shijen e freskisë. Ja. Pjesën tjetër. Pak me lëngun e pulës dhe do ta lëmë që të zjejë edhe pak orizi. Ja, e lëmë këtu. Do ta kemi për më vonë gati. Pra, kam për në fund fare gjalpin që do digjet dhe majdanozin. Kripa në fund fare që rregullohet shija. Pra shumë e thjeshtë. Vendos kapakun dhe nëse keni lëngun e pulës gati, është akoma dhe më e thjeshtë, se yndyra, gjalpin dhe vajin e ullirit, më pas kaurdisim aty qepën, derisa ajo të zbutet të kthehet në trajt transparente, shtojmë atë një filxhan të vogël me oriz, të shplar, salcën e koncentruar, të gjitha këto procese vijojnë paralelisht në temperaturë mesatare, më pas lëngun e pulës dhe salcën më vete të domateve, 2 domate të freskëta bashkë me një seshten që i grim në grisën e qepës. Ja shtuam për ta fokusuar më tepër shijen e domates dhe për të theksuar dhe ngjyrën, dhe ja te kemi një tufë majdanos në fund
dhe supa do të vijoj të zjej avash. Sa të zjej orizi, sa e ka kohën orizi për të zjerë, 15 minuta, aq ta lëmë edhe supën. Ndërkohë, bëjmë një përmbledhje si thua, të shkruar të recetës së supës tonë, përpara se të kalojmë tek procesi i recetës tjetër. Supë me oriz dhe domate, sa e përfunduam, 150 gram oriz, një qep, një domate. Një lugë gjelle salcë domate, 300 ml lëng mishi ose lëng, mund të jetë lëng pule ose lëng viçi, 10 gram niseshte, 20 gram qalp, 2 lugë gjelle vaj, lule dielli, krip, piper i zi. Kjo është supa, një supë e stinës. E shpejt e thjesht për gjithë familjen. Të ta konsumoni, qoftë edhe është një nga ato supa që konsumohet edhe e ftohtë edhe për më pas, siç themi ne. Se ka disa supa që mpiksen edhe nuk arrin dot që ti konsumosh në vaktin pasardhës. Unë që ta mbyll tamam dhe mos i kthehem më këtij gatimit. Mos i kthehem më këtij gatimit. Shtoj pak gjalp edhe vaj. Dhe mos i kthehem më. Do t'ja shtosh në fund fare këtë shkrirjen. Nuk do ta lë që të më digjet dhe më pas të bëj shkrirjen me yndyrë, po vaj edhe gjalp direkt. Do të shtoj masën e specit të kuq. Dhe duke e ndihmuar me pak lëng mishi. Janë këto prekjet e fundit të supave, se edhe supa e bardhë për shembull e orizit e pranon këtë skuqjen e piperit të kuq, apo edhe supat e tjera me kos për shembull, ja kemi shtuar këtë piperin e kuq të djegur themi ne, po nuk është se e lëm të digjet, po ashtu e ka marrë vetë thjesht erzat aroma që merr në fund. Të çliroj energjinë. Direkt. Ja, kjo zhurma na duhet ne dhe do të thotë që është e duhura. E E largojmë tiganin apo na duhet për pjesën tjetër? Kjo e ka lezetin, ja. Kjo këtu. Sepse është salca e krijuar. Dhe jemi në fund fare. E lëm në nxehtësi shumë të avashtë, derisa të ajkoset. Në fund fare, kur ne do ta largojmë, do të shtojmë majdanozin e freskët. Kjo ishte pra rruga që ndoqëm, e treguam hap pas hapi, se duhet që ta dinan visat, se si ta përgatisin këtë supë të thjesht, me orizin dhe domate. Pak salt të koncentruar për këtë ngjyrën e bukur, pavarësisht se do të përdorim edhe domatet, pak oriz, lëngun e pulës që t'i japi shije, me thënë drejtën, është një nga supat që nuk mund të bëhet pa lëngun e mishit, pulës apo të viçit. E kanë anvisat e Shkodrës. Po. Është çorba e Shkodrës. E sakt si recetë. Normalisht që gjithë e gatuajnë, po që vjen si recetë vjen nga Shkodra. Natyrisht e përdorim me lëngun e mishit. Nëse unë do ta lëm më shumë se kaq, që shikoni, atëherë mua do të më bëhet një mas çulli. Do ham si një risotto me domate dhe me oriz. Pra shiko, një spërkatje të duhur, mua faktikisht të më pëlqen. Mund ta vendosësh edhe këtu. Ne jemi çemi e servirim dhe mbyllim me supën këtë pjesë. Po, patjetër ja, do të marr vetëm. Ne tregojmë aty. Po presim të pushojë dhe të marrë kohë dhe brumi i petullave për në pjesën e dytë. Gjë që kam vënë vajin, që të bëj një kaurdisje të bamjeve. Kemi gjellë me bamje. Një prekje tjetër këtu me majdanozin.
Edhe pak këzë, edhe... Kjo është e dura. E pra, supa është gati, ka shpet pak minuta. Vjen një aromë shumë e mirë. Verore, ti shtoj dhe pak majdanos? Shtoj, patjetër që shtoj. Jep më freski dhe një aromë më të këndshme supës, pavarësisht se i shtuam dhe brenda përsëri majdanozin. Mos e harroni, i jep vërtet një shije ekstra supave, gatimeve, çdo bimë aromatike që përdorim. Më pas do të kthehemi pas reklamave, do të vazhdojmë me bamje. Do të bëjmë gjellën me bamje, tashmë janë të sezonit. Edhe çmimi i tyre ka rënë, dikush i përdor për atë zajren e dimrit duke i ngrirë në frigorifer. Se pash një zonjë treg albana që kishte bler 17 kilogram bamje. Ose i vënë në ngriri, ose i kalojnë me gjylpëre me pe dhe i lënë të tha në natyrë, në hije. Në hije. Tani ka rënë çmimi i tha dhe unë i ngri dhe kënaqem gjithë dimrin. Vendosin gjithë pjesëtarët e familjes një gjylpër pe, bashkë me bamjet, qepni dhe ëndrat tuaja, qepni dhe ekonominë e xhepit tuaj, sepse është gjëja më e mirë. Ose ajo metoda e duhur, qese, racione dhe atë frigoriferin duhet ta ketë madh së dytë besoj që të nxjerr, jo vetëm bamje, se kur përderisa bëjmë vetëm bamjet, ishte për bamjet, mund të jenë për mashurkat apo për perime të tjera. Nëse mençuri e anvisave tona i kalon kufit. Edhe pse jo, aq më tepër për bamjet që janë shumë të shëndetshme. Shkëputemi për publicitet dhe rikthehemi për të treguar recetën e sotme të bamjeve tona. Fundit të gatimeve tona, po kemi dhe shumë për t'ju treguar, do të përgatisim tani gjellën me bamje, fillimisht do t'i lexoj Albana produktet, sa të bëhemi gati dhe me bamjet që unë kam skuqur dhe direkt shtoj, dhe tek vaji i tyre shtuam edhe qepën. Bashkë me ujë. Po. Shumë pak produkte të tjera ju duhen, baza është bamja, do t'i zgjidhni janë në treg, edhe shpresojmë që të jenë të preferuara, sidomos për personat që vojnë nga diabeti, bamja duhet të jetë perimja kryesore në menun e tyre javore, dhe jo vetëm në gjell, por edhe kemi thënë disa metoda, vendosja tyre në ujë që ndarke, pirja esëll e lëngut të tyre, e mban të stabilizuar sheqerin në gjak. Shohim së bashku njëherë tani recetën. Çfarë përmban receta e sotme e gatimit të gjellës me bamje? 500 gram bamje të freskëta, një lugë gjelle uthull rushi ose limon, një qep e madhe, 2 domate të pjekura, një lugë gjelle salcë domate, një thelpi hudhër, një lugë çaj sheqer, 4-5 lugë vaj ulliri ose lule dielli, 300 ml ujë të ngrohtë ose lëng mishi, krip dhe piper i zi. Ne, në procesin e parë, kemi nisur në gjatë publicitetit ka urdhësëm skuqëm pak bamjet. Më pas tek vaji i tyre shtuam tani qepën dhe ujë. Qepën që e kam ngrirë në blender dhe kam 2 thelpit e hudrave. Do më duhet që qepa të dali transparente. Do të marrë dhe do të shtoj salsën. Tek salca shtoj një sekond sheqerin. E kemi thënë që sheqerin nuk e shtojmë tek salca që është e koncentruar, por tek domatja për të urur aciditetin. Marr dhe e shtoj direkt. E kam prerë me gjithë lëkurë. Shumë teori. I heqim lëkurën thonë. Unë kam teorinë time të profesionit, që e lë lëkurën, jo në të gjitha, kur domati është... Dhe unë e mbaj lëkurën në gatime. Sepse kjo është një domate që është, themi në thojza vitale, pra është gjithë tull. Mua pse më duhet i heq lëkurën? Hiqet lëkura kur ato domatet janë domatet për salcë. Edhe mos me e heq ato hiqet vetë. Edhe nuk është as e shishme dhe as e këndshme në përtypje ajo lloj domate. Kurse kjo është e duhur, pra është me tull, domatet nuk duhen dhe të bëhen shumë. Pra, unë kam një proces pothuajse gjysmë të gatshëm tani në këtë moment. Tek domatet, unë do të shtoj
bamjet. Gjë që direkt ja një sekond. Ku kam bamjet, do të shtoj edhe kripën që e largoj. Dhe filloj, që të zënë vend. Po të bëhet gjithë salca ajo pjesa shoqëruese e bamjeve. Bamjet do të qëndrojnë me strukturën e tyre të paprishur, sepse edhe i skuqëm. Po të duam, një hudhër e kalojmë në pelte dhe një pjesë tjetër e lëmë si që është. Të gjitha do t'i largojmë tani. Do të shtoj masën e piperit, si kurse, kam edhe uthull molla. Të uthulla e mollës. Po të duam, ne mund të shem dhe rigon. Edhe një përzierje, sepse nuk më lejohet më t'i jap një përzierje. Se prishet struktura e bamjeve, nuk e duam të prishur, se shumica e njerëzve pikërisht për atë strukturën dhe atë lëngun gelatinos që ato lëshojnë, nuk e konsumojnë bamjen, por ka disa mënyra, për shembull pjekja ose skuqja e tyre paraprake nuk e lejon që të shpërtheja ajo pjesa, që është shumë e shëndetshme dhe shumë e shishme, po disa nuk e konsumojnë. Pra tharja. Ka njerëz që gjithë jetën e tyre nuk kanë provuar bamjen ndonjëherë dhe shumë gabim. I kemi ca këtu, edhe juve? Asnjëri. Pse kështu? Po sepse është kompakti i parë, si e kanë parë bamjen. Pra në qoftë se bamjen e kanë parë me lëng dhe në thojza të llaçkavitur, Mua ajo më pëlqen, e jargavitur ajo e. Dhe nëse bamja është e tillë, dhe e thash nuk e tregova pra, është prerja e bishtit, po jo deri thellë prerja e bishtit. Piramide. Dhe ajo rreth prerja shumë e lehtë që mos të dalë ajo pjesa e bardhë dhe e ngjitse dhe e jargavitur. Ai është sekreti i bamjes. Dhe nëse ju zajreti keni bamjen e tharë, është akoma dhe më mirë. Por nëse ju i përtoni të gjitha këto dhe nuk dini, vendoseni në furrë. Ashtu. Ja, pra ka një në skuqje, pra ka mënyra shumë të ndryshme. Sot ka mënyra pa fund. Mos vendosi lugën shpesh. Po. Ne po të duam, këte e kalojmë në tavë. Dhe do të kalojmë në tavë. Me një letër alumini, unë i ke vrimë me një letër alumini dhe jemi shumë në rregull. Na merr më shumë kohë në tavë, po. Unë nuk dua që të marr kohën. Sepse koha është flori. Do të marr. Do merremi çik me petulla tani? Një tigan. Gati do të jetë edhe me vaj bimor. E vendosa direkt në furrë, marrim atë rezultatin që duam. Ndoshta 10 minuta mund të jetë një kohë disi e pranueshme për t'ja u treguar dhe juve. Tani zoom brumin. Ka qëndruar brumi 30 minuta po një herë. Shifeni tani rezultatin. Ka dyfishuar për masën e tij dhe është gati për ta skuqur. Si e përgatitëm ne brumin e petullave sot, me hir, me kos, miell, krip, maja të butë që arritëm që ta zbusnim dhe t'i shtonim pak sheqer që ta aktivizohej. Ndërsa produktet e tjera, në gramaturën për kratëse mund t'i shihni dhe njerë të shkruara, megjithëse do jenë edhe në YouTube-in ton, në kanalin ton në YouTube Reze Dielli, ku ju ftojmë të na vizitoni dhe të na bëni subscribe, padyshim, për të qenë së bashku aty. Është falas, është një procedurë shumë e thjeshtë dhe në çdo moment që ne kemi emisione, këshilla, biseda, ju bëni pjesë të tyre. Kjo është receta. Pra kishte edhe një vezo vital, kishte hirën, kosin, maja buke, sheqer, krip, miell dhe vaj për skuqje. Tani ka ardhur momenti që ne t'i skuqim petullat. Po. E kemi përgatitur atë brumin, ka qëndruar, tani i skuqim. Tani merr një pudrosje të lehtë miell, me miell. Ne do marr një lugë që ta bëj tamam siç duhet. Pra e tham pak më parë, një punim i mirë
një punim i mirë i miellit, i brumit më sakt, dhe këtë ne na mundson Ola. Sot kem përdorur mielin për pica, për pjesën e këtyre petullave. Na ndihmon më së miri për ta përgatitur, për mund të bëni pica shumë të mira në shtëpi me këtë miell, gatshëm për ta përdorur dhe për ta konsumuar aty në tryezën tuaj familjare. Nuk është gati vaj, po e lëm pak, se do bëjmë një kafe tani. Brava, pra, këtë të se ka ardhur momenti me thënë drejtën, pas gjithë këtyre gatimeve për ditë, të gjithë e duam një kafe të dur, një ekspres, sikur po shkon në lokal, se themi ne e pim kafen ekspres të mirë në lokal. Bravo. Kafen e bëjmë dhe këtu, ja të ndezim pak ekspresin para se të fillojmë, me lavacën, amodomio, na e siguron atë ekspresin e shishëm, të fort, aromatik, dhe duke e parë këtë makineri, kuptojmë se sa shumë është investuar dhe sa mirë është menduar të funksionoj me të gjithë aparaturën, me të gjithë elementet që e përbëjnë, për të na garantuar kafen ideale. Do të zgjedhim, unë të zgjedh një Michel, një nga këto kapsulat Amodomio, që Lavaca i ka projektuar me shumë kujdes, duke zgjedhur 150 Albana lloje kafe nga gjithë bota për të sjellë këto Michelat fantastike që kanë diku 7.5-6 gram kafe, sot zgjodha krema gusto, për ta shijuar të dyja krema gusto, besoj edhe ti. Të dyja. Shumë procedurë thjesht, në shtëpi mund ta konsumoni në shtëpinë e plazhit, vendosni kapsulën dhe më pas butoni një kafe të shkurtër fiksi si italianët po e marr sot, për ta shijuar tani më njëherë para se të fillojmë bisedat. Teknologjia, temperatura, shtrydhja e duhur, presioni, gjithçka janë në unison, gjithçka është mirë menduar. Është mirë menduar edhe shumëllëshmëria e kapsulave, mendova se ishte rënë. E gjitha Michelave këtu, sipas ngjyrave, ashtu edhe larmishmëria për gjitha shijet tuaja, dekafeinato, një aromë 100% kafe dhe shije 100% kafe arabike, apo aroma më intense. Tash do më ndihmoj kamerat ja çoj Albanës të parën. Edhe dora ime që zgjatet. Po Direkt të vetja. Ja po vendos edhe kafen tjetër dhe bëhemi gati, besoj vaj do të jetë për t'i skuqur, është ngrohur. Ndërkohë, për personat të cilët e duan atë lavacën, ready to drink, kafen e ftohtë, kemi 3 shije. 3 shije fantastike, kafe latte, cappuccino dhe ekspres, për të shijuar me vete në makinë, në zyrë, në shtëpi, kudo. Është me 2 hapa. Thjesht mund të hapësh frigoriferin ose raftin ku e keni vendosur, merrni shijen tuaj të preferuar, këtu jam. Opa, unë jam të kjo. Espresso dhe me qumësht, dhe mund ta ndjeni se sa shije delikate dhe fantastike të ofron pija ready to drink, Lavaca ready to drink. Kështu mund ta gjeni, mund të merrni një koli, mund ta shijoni me familjarët tuaj dhe padyshim do të kuptoni që mënyra se si ajo kafe është përgatitur apo cappuccino është në atë formulën tradicionale të përgatitjes të raportit të kafes, qumshtit, për ta sjellë atë formën e çastit, sikur ti e ke përgatitur në çast. Të bëf të mirë, Albana. Faleminderit. Fillove me petullat. Kjo driç kafe nuk është vetëm do raportet në gramatura, por rregullon raportet mes njerëzve. Në hidhërime, në gëzime, në martesa, në të gjitha. E kemi thonë, pra, kafja është institucion sot, institucion më vete. Raporte dhe raporte. Raport për kur je në shtëpi që nuk të shkosh në punë, se je smur. Ere ky është një raport tjetër. Rrallë janë njerëzit që nuk e konsumojnë kafen, edhe aq më tepër kur kemi të bëjmë një kafe të tillë Lavacën. Ja të bëft mirë dhe ty. I kthejmë dhe petullat ndërkohë, aroma, se ishte era parë që përdor, që provon krema gusto, këtë kapsulën. Ne e gjejmë veten kudo. Se cila prej kapsulave Onë të gjitha e ndjemë. E gjejmë veten, se na pëlqen aroma intensive që ka. Dhe për këtë ka nevojë çdo njeri, çdo mëngjes, një kafe, pak diell, pak jo shumë, dhe një buzëqeshi. A të dënë e shkretë duam në 4 fare dimensionale, jo në 3. A di se çfarë është ajo 3D-ja? E di çfarë është ajo 3D-ja? Është diell, det, dashuri. Po.
duhet të jenë në balans të gjitha, në balans, në ekuilibër. Ashtu duhet të jenë dhe ushqimet. Kur ne i kombinojmë siç duhet, ne marrim maksimumin prej tyre. Për shembull, kishim domaten që parë, se më erdhi po se thash se ishim të zëna. Nëse ne domate si hedhim vaj ullirin, na ndihmon për përfifjen e likopenit. Likopeni është ta bën shumë mirë për rimbajtjen e zemrës, prandaj edhe forma e domates është e tillë. Po për shumë kombinime, pse këto janë të rëndësishme, pse kjo sinergjia ushqimore është shumë e rëndësishme për të gjithë ne, do të flasim pas pak me Altin Jokën. Ju pres të marrim këshilla të vlefshme. Të lumshin duart, do ma lësh dhe një petull, besoj. Më vonë. Ju pres, kështu që mos u largoni pas fleshit informativ. Mirë se erdhët në rrezën tonë, është një temë shumë interesante sot që kemi zgjedhur të trajtojmë me Altin Jokën. Bëhet fjalë për sinergjinë ushqimore, për kombinimet e ushqimeve, se jo çdo ushqim funksionon në mënyrë perfekte në trupin tonë, varet me çfarë konsumojmë, varet me çfarë e kombinojmë atë për të kuptuar diçka më tepër, se pse për shembull prej vitesh prindrit ta nuk e kanë konsumuar për shembull kujtun peshkun me djath, apo pse shkon shumë fasulja me pilafin, apo edhe shumë kombinime të tjera, dhe sa ndikim ka kjo në organizmin ton, le të lidhemi tani ta pyesim nutricionistin dhe specialistin e mjekësisë holistike, gjithmonë i pranishëm të mërkurave në rubrikën tonë Eksperti këshillon. Të përshëndes Altin. Përshëndetje, mirëmëngjes, faleminderit për ftesën si një. Falenderoj shumë për kohën, për gjatë gjithë sezonit, duke qenë se jemi dhe në fund të sezonit, do doja shumë të falenderoja për kohën tënde, në mënyrë të vazhdueshme, për këshillat, për këmbguljen, për të dhënë dhe për të informuar, edukuar qytetarët në raport me shëndetin e tyre, me mënyrën se si ata zgjedhin të ushqejnë dhe të jetojnë. Falenderoj. Ka qenë kënaqësi dhe mision në radhë parë, kështu që ju falenderoj unë juve për mundësinë që më keni dhënë që të komunikoj me njerëzit për të dhënë informacione, shpresojmë të sakta apo shpresojmë që edhe të jenë me vlerë. Shpresojmë dhe ne. Sot kemi zgjedhur të flasim për sinergjinë ushqimore ose kombinimet ushqimore për një gjumë më të thjeshtë. Ta shpjegojmë fillimisht se pse është e rëndësishme, jo vetëm çfarë ham, por edhe si e kombinojmë atë çfarë ne konsumojmë në përditshmërinë tonë. Ju e përmendët fjalën sinergji dhe në radhë parë ne duhet të kuptojmë çfarë është sinergjia. Sinergjia vjen nga fjala greke, e cila do të thotë hajde të punojmë bashkë. Që do të thotë në çdo fushë të jetës, kur secili bën në një pjesë të ndryshme të punëve apo të aktivitetit, patjetër kur bashkohen bashkë, del diçka më e madhe dhe më e mirë. Pra, jo njëri bie gozhdës dhe tjetri patkojt. Pra, kur dy njerëz bashkëpunojnë, bëjnë më shpunë, pra janë më eficient se sa secili veç mas, apo një grup i madh njerëzish. E njëjta gjë edhe në sinergjinë ushqimore, që do të thotë që ushqimet tona nuk veprojnë të izoluara kur futen në trupin tonë, por ato bashkë veprojnë ashtu siç bashkë veprojnë dhe ne apo edhe natyra apo shumë elementë tjerë. Dhe këta përbërës ushqyes ose do ndihmojnë ose do pengojnë njëri tjetrin që të përthiten. Dhe kështu të na shkaktojnë probleme edhe në metabolizëm. Pra, kombinimet saktuara mund ta bëjnë që të shumëfishojnë ose mund mos i marrin. Pra, në fundit, sinergjia ushqimore mund të themi që është një lloj arti dhe shkence bashkë e kombinimeve të mençura të ushqimeve në mënyrë që ne të marrim sa më shumë elemente dhe benefite prej tyre. Pse ka rëndësi kjo? Sepse njerëzit shpesh mendojnë dhe thonë, ndoshta ke dëgjuar, ore unë po ha fruta, perime, po i konsumoj dhe vezën, mishin, peshkun, ushqem mirë, bëj aktivitet. Pra jam i mbrojtur dhe prapë mua po më zën sëmundjet. Si ka mundësi jam smur, si ka mundësi nëna ime ka këtë problem ose fëmia ime, sepse në fakt kjo nuk është e vërtetë gjithmonë. Trupi nuk është thjesht një makineri për punimi të asyri që ne përdorim. Pra hajde t'i japim dhe ai ka kohën e vet. Pra ai ka rregullat e veta, ka ligjet e veta. Dhe përthitja e lëndëve ushqyese që ne do fusim në trup, ka disa kushte. Mikrobioma e zorës i përthith, prania e enzimave, mangësia ose jo, bashkëveprimi i përbërësve që shtyjnë dhe ndihmojnë njëri tjetrin për ta thithur dhe rregulluar këtë lloj sistemi dhe për ta ekuilibruar. Për shembull, zëm një rast, ju jeni i mërzitur në një moment caktuar ose keni bërë një debat me dikë. Po ju duhet ta ndërprisni ushqimin nëse po hani, ose nuk duhet konsumoni paktën 20-30 minuta ushqim, sepse kjo kthehet në një helm në trup. Edhe një pjesë e atyre ushqimeve të shëndetshme që mund të meni jeni poshtë, ose po ke vëre, ka njerëz që ushqehen dhe pinë duhan gjatë ushqimit, ose në mes të ushqimit. Ç'vlerë kanë që kanë dhënë atë ushqim të mirë, që kanë konsumuar elemente të mishit të mirë apo bio,
që mund thonë ata ku kanë shkuar diku, apo të frutave, sepse pikërisht është duhani I cili vetëm përthithjen e vitaminës C e largon 250 mg, vetëm një cigare. Pa llogaritur pastaj që vitamina C është shumë thelbësore për hepurin e për tjera të merat që nuk I përthitin. Ose dikush konsumon një ëmbëlsirë direkt pas ushqimit. Pra, po ta zëm praktikisht, kemi për shembull hepurin bimor, që është spinaqi, thjerrzat, fasulet, nuk përthiten. Përthiten 50-10%. Ama kur kombinohen me vitaminën C, për shembull me limonin, ato përthiten 2-3 herë më shumë. Ose ti përmende domaten për shembull me që I hedhi vaj në ullirit. Pse? Nuk është problemi se I hedhin vaj, është problemi I vitaminës E. Pra, një antioksidant I fuqishëm që ka likopeni nuk bën përthitje. Pra është përthitja shumë e ulët, atëherë ne nuk marrim vlera. Atëherë e gjithë kjo sinergji është e lidhur me biodispunueshmërinë, pra me përthitjen e lëndë ushqyese, me enzimat dhe pH-in e të stomaut si e kemi në atë kohë, dhe transportuesit qelizor që do kalojnë deri në qelis, dhe me efektet antioksiduese dhe veprimtarinë që bëjnë të gjitha bashkë këto elemente. Pra, mendojeni si një orkestër, ku çdo ushqim është një instrument. Të gjithë luajnë, por kur bashkohen të gjithë, atëherë krijohet një harmoni më e madhe. Pra, e njëjta gjë ndodh në trupin tonë. Në fundit, sinergjia nuk ndodh vetëm te trupi jonë. Pastaj kur e shtojmë edhe më tutje, dalim në natyrë, kemi njerëz që na rrethojnë, njerëz të mirë apo njerëz të cilët nuk na krijojnë problematika në stresin tonë, ose njerëz toksik, nëse dalim buzdetit më tepër në mal, pra aktiviteti I të gjithë kësaj sinergjie rritet më shumë dhe përthitja bëhet më e mirë dhe gjithë shëndeti jonë do jetë edhe më mirë në këtë rast. Ajo që thej pak më parë, kur ne jemi të mërzitur, bëjmë debate dhe jemi duke konsumuar në të njëjtën kohë edhe ushqim dhe më pas ky ushqim e para nuk tretet, po krijon nel, imagjino në tryta të mëdhaja ku ka debate duke konsumuar edhe ato pjatat e rënda me ushqim. Jo, domosdoshmërisht ndonjëherë ndodh helmimi për shkak të baktereve apo për shkak të mos kombinimeve të duhura të ushqimit, por mërzitja shkaktoka pikërisht edhe këtë problematik teksa konsumojmë ushqimin apo jo. Ishte shumë detaj interesant që ndoshta të gjithë nuk e kemi dëgjuar ndonjëherë më përpara. Sepse janë hormonet tona të cilat fillojnë të disbalancojnë çdo element. Nuk është vetëm mikrobioma, janë hormonet, ka shumë elemente, rritet niveli kortizolit, gjaku jon nuk shkon më për të bërë thyerjen e elementeve në zor dhe në stomak. Shkon pastaj për tjera gjëra për ta stimuluar ose për të ulur nivelin e stresit, të lodhjes, të mingarkesës, të aritmisë, të zemrës, për të ruajtur organizmin tonë. Dhe duke shkuar dhe mos gjithë to lëndë ushqyese fillojnë largohen, disa nuk përthithen, fillojnë një çekuilibër, kështu që në momentin që ne bëjmë një debat nuk duhet të konsumojmë ushqim. Ose duhet ta ndërpresim, ose edhe ku marrim një lajm të keq, po patjetër, edhe kjo. Edhe kur marrim një lajm të keq, interesante edhe kjo. Tani do doja të dija, si ndikon kjo sinergji për cilën ju folët në atë ndjesin e lodhjes pasi kemi konsumuar ushqimin. Pra, kur ne konsumojmë ushqimin, domosdoshmërisht, jo të gjithë, po ka njerëz që ndihen të lodhur, ne kemi trajtuar dhe si koma ushqimore, por kjo sinergji, mënyra se si kombinojmë ushqimet, të jep atë ndjesin e lodhjes, këputjes pasi të ngrënë? Të kuptova. Atëherë, kombinimet mund bëjnë që të ngandalsojnë, që në momentin e parë të ngandalsojnë problemet e tretjes. Kur ne ham konsumim të lartë të yndyrnave, shtojmë nivelet të larta të proteinave, bashkojmë nivelet të karbohidrateve, për shembull, po zë një rast, marrim mish, patate dhe bukë, qam, edhe elemente të tjerë që po i shtojmë, po këto janë baza që. Atëherë çfarë ndodh? Stomau jon I duhet më tepër energji dhe kohë për t'i tretur. Rezultati çfarë do t'i japi? Më shumë gjak do shkojë në sistemin tretës. Duke shkuar më shumë gjak do iki nga sistemi, pra nga truri dhe shkoj poshtë, ne patjetër do I ndihemi më të lodhur, do ndihemi më të përgjumur. Pra, një nga shembujt më të këqij në këtë rast është pica me djath me dhe me prosciutto. Nuk ka gjë më të keqe në kombinimin që ne mund të bëjmë për të dëmtuar pikërisht. Pica me djath dhe me prosciutto që është një nga të preferuarat e shumicës së njerëzve dhe fëmijëve mbi të gjitha. Po nuk ka gjë më të keqe, nëse italianët kanë provuar një nga gjërat më të këqija që kanë transformuar, se në fillim fare mund të ketë qenë ndryshe, edhe kanë qenë më të dobët e kanë pasur probleme me ushqimin e tjetër, por në qoftë se ka diçka të keqe që ne konsumojmë është pikërisht kjo. Sidomos picat që bëhen me mjedhin e bardhë. Shkaktohet një rritje shpejtë e insulinës apo e glukozës në gjak, pankreasi dëmtohet, sheqeri do bie shpejt më pas,
do ndihemi edhe më palodhur, edhe më shumë të lodhur, do kemi probleme të mëlçia do fillojë të destabilizohet, do kemi probleme në mikrobiomën tonë, do kemi probleme në sistemin hormonal, do kemi probleme në veshka, pra do kemi një seri problemesh në efekt domino. Atëre shumë i ndyrë në ushqimet tona, shumë krem, pra po themi djatra të ndryshëm, mish të përzier, bukë të përzier bashkë. Të gjitha këto do të dëmtojnë pankreasin, mëlçinë dhe gjithë të sistem. Pra, sepse stomaku jo duhet të përdorë enzima shtesë dhe duhet të ngarkohet patjetër dhe ky proces ka për të filluar të ngadalsojë. Sheqeri tepërt në ushqim ose sheqeri mbrapa ose një ëmbëlsi mbrapa ushqimit. Përsëri ndodh e njëjta gjë. Pijet me gaz gjatë konsumimit të ushqimit do shtojnë rëndësën në ushqim, do rrisin nivelin e plogështisë. Pra të gjitha këto, ne po themi, kur ne nuk bëjmë një kombinim të mirë dhe të balancuar, tretja nuk ka për të funksionuar mirë dhe nuk do prodhojë nivele energjike. Duke mos prodhuar gjithë të, atëre sinergjia që ka lidhje drejt për drejt me shëndetin tonë dhe me forcimin e sistemit tonë imunitar, që është ushtria mbrojtëse jona, do bjerë. Dhe ky element çfarë do bëj? Do bëj që edhe vitaminat, niveli mineraleve mos përthithet por nga ana tjetër dhe niveli i fuqisë antioksiduese në trup mos jetë më i mirë, dëmtimi i mikrobiomës do jetë më i madh, inflamacioni në trup do rritet, kombinimet do jenë shumë herë më të këqija, pra sinergjia ushqimore në këtë rast është si të ndërtosh një ekip lojtarësh, një ekip për të mbrojtur trupin tënd. Kur çdo lojtar duhet të ndihmojë tjetrin për ta fituar ndeshjen, sepse po luajti vetëm një lojtar ose vetëm një pjesë, atëherë do kemi një dështim. Pra nuk është çështja vetëm ta ham dhe çfarë ham, por si do t'i kombinojmë, sepse kombinimet e mençura do ta kthejnë ushqimin tonë në ilaçin kryesor të sistemit imunitar. E vërtet, madje do flasim edhe për kombinimet e shëndetshme. Gjithë kjo mënyrë do ndikojë tek ajo që ham në ndjenjën e lodhjes, në ndjenjën e problemeve shqetësuese që do na japi pastaj edhe sëmundje më pas. Po, tani nëse ti e gatuar një picë në shtëpi, cila është mënyra më mirë për ta kombinuar? Mi tham, djath prosciutto është e gabuar për shkak të inflamacioneve që jep në trup. Pica më e shëndetshme që mund të përgatitet për shembull me perime? Pica e shëndetshme është pa brumë në radhë parë. Nuk do të ketë brumë. Në qoftë se nuk ka brumë, atëherë është e shëndetshme. Këtu fillon e para. Pastaj të tjerat shikohen në masë sa hidhen. E kuptova. Do doja të kaloj një picë pa brumë? Po ka, patjetër. Mund të jetë me brumë. Pica pa brumë. Okej. Brumë thjerzash për shembull. Po mirë është tjetër gjë, po flasim për picën normale që po. E kuptova. Altin, prindrit tanë është një lloj besimi i vjetër, tradicional, që prej vitesh nuk e kanë konsumuar dhe nuk na kanë lënë dhe ne nuk e dimë nëse publiku është dakord apo jo, për të kombinuar peshkun me djath, mos e konsumo peshkun shoqëruar me djath sepse elmohesh. Tani në ditët e sotme shumica e konsumojnë peshkun dhe djath, po pse ka ekzistuar prej vitesh ky besim popullor? Shiko, nuk është të kanë një ndalesë për arsye sepse mund të na sjellë një problem. Në aspektin edhe në tabelën e krijimit të tyre, ato janë larg. Ushqimet që kanë një largësi shumë të lartë me njëra tjetrën, pra aspekti po themi i proteinës shtazore, me proteinën, pra atë që është në të detit, ka një largëmishmëri. Por tradita dhe trashëgimi kulturore në vende të tjera ne kemi që e kanë përdorur. Tani, problemi është që shija fillon dhe humbet, sepse djathi për shembull, që thoni unë, ka një shije të fortë mbi zotruese. Dhe nëse ne kemi pjatën kryesore, peshkun, ne e lëm të kalojë pas. Trupi duke marrë sinjalizime dhe përthithje të këtyre elementeve mendor që ne kemi kuptuar në shijim, do kuptoj që djathi është prioritet dhe përzierja e tyre që ndodh në trup, pra në stomak ndodh gjithë përpunimi kryesor, do bëj që ky përpunim dhe bashkimi i këtyre dy elementeve mundet të sjellë në çaste të caktuara ndonjëherë dhe reaksione. Ndonjëherë, nëse peshku nuk është i freskës ose djathi ka një problem në aspektin bakterial, mund të kemi probabilitet të një helmimi edhe më të lartë. Megjithatë kjo nuk është absolute, sepse në shumë vende edhe shumë gjëra, pra në aspektin shkencor kjo apo edhe në aspektin nuk është e vërtetuar. Nuk është e vërtetuar që ne mund ta ndalojmë. Por e mira është që mos konsumohet. Pra kjo është thelbi i asaj që mos konsumimit.
Të kalojmë tek disa kombinime të shëndetshme dhe tek disa kombinime jo të duhura të pashëndetshme që mund të pengojnë kujtun tretjen e mund të sjellin probleme me shëndetin, për shembull, cilat do të ishin disa prej kombinimeve më të shëndetshme të ushqimeve? Atëherë në radhë parë du t'i kuptojmë njerëzit që t'i flasim që njerëzit kuptojmë jo thjesht japin praktik. Kombinimi i vitaminës C me vitaminën E do të thotë që ushqimi me vitaminën C dhe vitaminën E është nga më të mira. Vitamina C është antioksidant i tretshëm në ujë. Vitamina E është antioksidant i tretshëm në yndyrë. Një shembull ushqimesh për shembull, me C dhe E. Po, nuk ka rëndësi, tani njerëzit të flasin, të thëmë gjithë ato pastaj i themi gjithë. Për shembull, këtij zure, vitaminën C ne kemi pjesën e agrumeve, kemi specin, kemi kivin, kemi shumë elemente të tjerë. Vitamina E pastaj janë te vajrat, tek sallata, tek gjethet jeshile etj. Por kryesisht te arat, te farat dhe te vajrat. Atëherë, të dyja këto antioksidantë i tretshëm dhe i patretshëm, çfarë bën? Vitamina C bën ringjallërimin e vitaminës E. Nëse nuk ka vitaminë C, vitamina E është shumë e vështirë dhe mbrojtja qelizore që bën vitamina E nuk ndodh. Pra, për shembull, ku konsumojmë spinaq, që ka vitaminë E, duhet ta konsumojmë me limon ose me sopa speci, sepse ka nivelet limonit. Vitamina C me antioksidant, kryesisht me polifenole. Nëse keni vënë re që të parët tani pinin çaj me limon të shtrydhur. Sepse, çfarë ndodh? Vitamina C mbron dhe stabilizon dhe ato polifenolet oksidohen shpejt. Dhe është vitamina C që nuk i lë të oksidohen. Tani, duke shtuar te çaji lëng limoni apo limon freskët gjithmonë dhe duke shtuar dhe mjalt, ne shtojmë dhe nivel të probiotikëve dhe nivele më të larta të antioksidantëve. Kështu që rrisim fuqinë, e rrisim deri 4-5 herë nëse pini një çaj normal pa vitaminë C. Pra pa limon, të flasim pa limon. Vitamina C e kombinuar me hekurin. Pra redukton hekurin dhe ne e dim shumë mirë nëse kemi mundësi dhe rrit 2-3 herë marrjen e hekurit. Vitamina D me kalciumin. Ne e dim shumë mirë që vitamina D rrit prodhimin e proteinave që bëjnë transportimin e kalciumit në zor. Pra duhet të dim kombinimin, për shembull peshkun do ta kombinojmë me nivele të perimeve jeshile. Kur të ham peshk, sepse vitamina D me peshkun është më mirë. Pra kjo është më mira. Vitamina A, peshku me hudhrën për kolesterolin. Edhe me hudhrën ka dhe erza të tjera, sepse mund të fuskim dhe erza mandanoz, rozmarin, po flasim unë zura një rast, perime jeshile. Kemi vitaminën A, që është beta-karoteni. Nuk funksionon beta-karoteni, se është i tretshëm në yndyrë. Pra duhet ka një përthithje të ulët beta-karoteni dhe do një yndyrë të shëndetshme. Pra vitamina A. Nëse nuk kemi, pra nëse ne kavërdisim karotën në vaj ulliri, ne përthithim shumë herë më mirë. Ose në vaj avokato, ose preferojmë avokaton. Nëse marrim karotën, që është përthithja shumë me ulët. Dhe kjo do bëj që të kemi konvertim të vitaminës më të mirë të kësaj të vitaminës të beta-karotenit. Likopeni me yndyrë që ti e përmende, se domates me vajin e ullirit, domate me vajin e ullirit, domate me vajin e avokatos e të tjerë, magnezi me vitaminën B6, që ndihmon në transportimin vitamina 6 të magnezit. Nuk flitet magnezi, po s'kemi sasi të ushqime me vitamina B6. Dhe njerëzit thonë, kemi mangësi magnezi, kemi problem, ne po e pim si ka mundësi, po duhen bërë kombinime, duhet mësuar shkenca e sinergjisë. Shumë dietolog, shumë nutricionist gabojnë në dieta vetëm për të gjë, se nuk din të bëjnë kombinimet dhe sinergjinë që është një shkencë në vete. Po për shembull mishi dhe djathi. Si? Mishi dhe djathi? Po ja pa ti them, Mera, do të them dhe ushqime unë. Zdi, apo nxitojmë. Po nxitojmë do më falë shpesë të ose shumë determinante. E shpjegojmë shpesë. Zdiku dhe vitamina A. Nëse ne kemi zink, pra zdiku çfarë bën? Bën transportimin e vitaminës A. Nëse nuk kemi zink, pra nëse ne nuk kemi zink, atëherë është e pamundur. Për shembull, nëse do marrim vitamina A, bie fjala nga mërqia që ka spaktim më të lartë, atëherë duhet marrim duhet ta përziejmë me kungullin ose me farat e kungullit. Pra që t'jetë më e mirë, seleni me vitaminën E, janë përfitime, kurkuma me piperin e zi që keni dëgjuar ju, 2000% përfithet niveli i kurkuminës, nëse ne kemi hedhur e sheqer me piperin e zi. Pra që të dim, probiotikët do konsumuar bashkë me prebiotikët. Për shembull, kosti është e mirë të kombinohet me bananën. Njëra është probiotik, njëra ka prebiotik. Dhe shtesë para të qias, që është nga gjërat më të mira. Pra sinergjia ushqimore rrit këto elemente. Tani le të bëjmë disa kombinime të ushqimeve që ju më thoni kush janë ushqimet më të mira t'i dalim konkretisht njerëzve që ta mësojnë. Ore çfarë duhet përdorim ne nesër? Tomate, vaj ulliri, borzilok janë nga më të mirat. Spinaçi me limonin, me koprën, me farën e susamit. Pasulja me orizin, me rigon dhe vaj ulliri. Kombinimi i tyre, pra do të dimi gjë, kombinimet e tyre i 4-5 deri në 8 fishojnë vlerat e tyre të përthithjes gjithë elemente, prandaj po i themi këto. Nga më të mirat e keni parë ju në fëmijën tonë, buk, djalë, djath, domate, qep. Është një vakt i zakonshëm, i thjesht, por mos harroni një gjë.
kemi karbohidrate, kemi proteina, kemi yndyrë të pasur, vitamin D, vitamin A, kemi kalcium, kemi natrium, kemi krip, likopen, vitamin C, fibra, kalium, kemi antioksidantë si quercetina, kemi fibra, kemi komponime sulfurike nga qepa. Çfarë do bëj kjo? Pa mundet vetëm sikur të mungoj qepa dhe të mungoj domatja, komplet, pra mos harro, janë 24 elementë që përthiten në këtë kombinim të këtyre ushqimeve. Në momentin që heqim vetëm këto dy, vetëm 9 në 11 elementë mund të ketë ky ushqim. Pra imagjino sa e fuqizojmë ne të gjithë elementë. Po si me frutat e freskëta, që ne thamë, që është një element i mirë. Për shembull, salmonin duhet ta kombinojmë me pataten e kuqe, me brokoli, sepse ka beta-karoten patatja, brokoli ka vitamin C, me vajin e ulliri sepse ndihmon të rritet sinergjia. Omletën po e bëjmë me njerëz. Një omlet duhet ta bëjmë jo thjesht në omlet, me spinaq, me 2 feta domate brenda, me pak djath nëse kemi ose nuk kemi problem me laktazën dhe me 2 feta kërpurv. Është nga më të mirat. Po. Tjetër, një supë kur e bëjmë, nuk mund të bëjmë një supë pule thjesht që bëjnë njerëzit. E hedhim pak oriz, jo. A doni ta 3 fishoni, 4 fishoni sinergjinë dhe të thitet më mirë? Supule, një karote grirë, pak qepe kavërdisur ose hedhur, dhe selino dhe koper. 4.5 dhe në 6 fish përthithje më e mirë dhe kombinim më i mirë, vetëm në përdorimin e këtyre. Pra, patjetër, ato ushqime që ne thamë të tjerë që nuk duhen përdorur, po këto për shumë uzura vetëm një rast që mos të dënojmë ndoshta në pikë tjetër. Rastet më të shpeshta, e qartë. Përmendje pak më përpara që konsumimi i një ëmbëlsire pas një vakti është pengon tretin dhe krijon ato problemet e tjera. Po frutat mund të konsumohen pas një vakti, meqense ato kanë sheqer, po sheqer natyral, gjithsesi. Nuk ka sheqer natyral, kanë fruktozë, ka një ndarje. E para e dyta, frutat nuk kanë vetëm sheqer, sheqeri është një element toksik që është vetëm një element dhe kalori poshtë dhe nuk ka gjë tjetër. Sheqeri dëmton 10 aminoacide të bazë pas ushqimit. Në moment që ne ham ushqim dhe konsumojmë një ëmbëlsirë, 10 aminoacide të bazë kemi dëmtuar. Pra, mos hani mish nëse do hani ëmbëlsirë më pas, sepse keni harxuar parat kot, vetëm keni mbushur zorin. 10 aminoacidet kryesore nga mishi, ju nuk i keni përthithur të nderuar. Dhe po ashtu, rreth 12 element të mineraleve, nga 20 minerale që marrim neve, që jam nxjerr dhe tani, 12 minerale nuk përthithin. Mos harroni një pjesë të vitaminave që nuk përthithen vetëm nga ngrënia një ëmbëlsire që ju mund të hani pas vaktit të ushqimit. Pra ta di, nuk është thjesht tretja apo jo. Tjetra, problemi që u thatë për punën e frutave. Në qoftë se njerëzit kanë probleme me ushqimin FODMAP, pra probleme me sëmundjen e sindromit zorës irrituar, kanë disa probleme të inflamacionit zorës, SIBO, apo probleme të diçkaje pra në zorë, pra një dëmtim në zorë, atëherë frutat nuk është e mira të konsumohen pas ushqimit. Sepse niveli fruktozës që ato do marrin, patjetër do fermentohet në zorën tonë dhe do sjellë fryrje. Po ato mund mos konsumohen as para, por dhe mbrapa nuk duhen konsumuar. Në qoftë se ushqimi, pra në qoftë se ti je njeri normal, këto duhen konsumuar sepse nuk ka fakte epidemiologjike në historinë tonë njerëzore, sepse dieta mesjetare gjithmonë e ka shoqëruar, bile njerëzit kanë shoqëruar shalqiun me djathin, e kanë konsumuar apo pieprin edhe me fruta, absolutisht bile edhe në dietën nordike, në dietën dash, dietën mesjetare, 2 dietat më të mira që kanë dalë deri tani, është traditë që konsumohet në vend të ëmbëlsirës pas ushqimit mund të konsumohet fruta. Nëse ne kemi një mikrobiom të shëndetshëm, e një zonë shëndetshme, pa probleme. Është e shëndetshme kombinimi i shalqinit me djath, me që e përmendë? Po, është shumë mirë, po. Niveli i vitaminave, sepse më thënë që parë ka nivel të sheqerit. Mos harro një frut ka ujë, mund të ketë 80-92% ujë. Ka elemente antioksidantë, ka vitamina, ka minerale, ka elemente enzimatik të cilët shkojnë. Pra, një frut është një ndërlikim, nuk është thjesht sheqer, që ne themi nuk e ham se ka sheqerin. Jo, ne e marrim dhe ristrukturohet, patjetër që ka kalori. E vetme që s'ka kalori edhe pse ka ujë, është ujë. Uji s'ka asgjë. Po frutës i shtohen të gjithë ato elementë tjerë, i shtohet edhe fruktoza. Për të tretur këto duan një forcë të gjatë trupin tonë. Mekanizmat e trupit tonë janë për llogaritur që ta tresin të frut gradualisht. Kombinimi i djathit me sheqerit është perfekt. Djathit dhe sheqeri është perfekt. Po, është perfekt. Në momentin që ne... Në qoftë se ka ushqime të cilat do të them kush nuk duhen konsumuar, është edhe mirë. Po, do themi dhe kush nuk duhet konsumuar fare. Po, këto frutat, meqense tani Justina na ofron një shëndetshmëri frutash, a konsumohen të gjitha bashkë, për shembull një sallatë me të gjitha llojet e frutave? Që ka disa fruta të cilat shkojnë më shumë që janë vërtetuar, sepse kjo shkencë vazhdon dhe nxjerr të reja të fundit. Ka fruta të cilat kombinojnë mirë, ka fruta që nuk kombinojnë mirë.
por që nuk sjellin probleme. Varet gjithmonë, shikoj, ne jemi të ndryshëm. Mikrobioma është ndryshme, të gjithë metabolizmi kemi ndryshëm, ne jemi rritur në kushte të ndryshme, gjenet kemi të ndryshme, çfarë ndodh me njërin nuk ndodh me tjetrin. Por për shembull, konsumimi i ananasit me një frut pasioni, me një mango është shumë herë më e mirë se sa mund të konsumosh një mango me rush edhe për shembull me supozojmë me dadë. Pra është më mirë. Por gjithmonë duhet të dim diçka. Kur konsumojmë frutat, në radhë të parë ne duhet të konsumojmë fruta të cilët kanë nivele më të larta, më të ulta të ujit, pra në frutat e tyre, dhe që kanë nivelin më pak të ëmbël dhe kanë nivele pak më të larta të aciditetit. Pastaj të konsumojmë frutat e tjera të kombinuar. Për shembull, djathi nuk mund të kombinohet siç duhet që par djathin, siç kanë parë në ca lokale në Shqipëri që i vën ai fet kështu limon. Është e gabuar, shumë e rëndë. Nuk mundet sepse aciditeti që ka niveli i limonit, që sjell te djathi, do bëj që tretja të ndërlikohet, të jetë më i vështirë për ta thyer duke u kombinuar me kripën dhe me kalciumin. Dhe kjo është një problem shumë i madh. Për shembull në këtë rast, te konsumimi i frutave, ne duhet ta fillojmë me portokalle. Për shembull, kemi në pjatë një portokalle. Pastaj vazhdojmë me urdhon? Nga aciditeti, caktuar. Nga aciditeti. Pastaj vazhdoj me mollën, pastaj me dardhën, pastaj me rushin, pastaj me qershin, pra varet nga atë që ne do konsumojmë. Pra, ne do t'i konsumojmë të gjitha këto. Dhe në fund, në qoftë se kemi mundësi, me ara. Pra, arën e konsumojmë në fund. Tani doni të përzihen, mund edhe të përzihen. Shia, kryesorja shishia do na çedoj pak dhe mund na sjellë në një problem të lehtë. Jo se do na sjellë një problem wow, në një problem të lehtë. Sa i tolerojnë, sa si tolerojnë. Njerëzit nuk duhet të jenë kaq fiktuar pas këtyre gjërave. Të shikojnë çfarë i toleron sistemi i tyre, sepse është i ndryshëm. Do më tregosh edhe disa kombinime të gabuara në ushqimet e përditshmërisë që konsumojmë ne dhe nuk e dim efektet që kanë? Konsumimi i kafes me sheqer është nga gjërat më të gabuara në historinë njerëzore. Në qoftë se ka diçka të gabuar, konsumimi i çajit me sheqer është nga gjërat më të gabuar. Personat që pinë kafe me sheqer, mos harrojnë që një pjesë të polifenoleve kryesore që ka kafja dhe nivelit të lartë të antioksidantëve që ka përgjithësi, pothuajse nuk i përthithin nga konsumimi i sheqerit. E dyta, konsumimi i disa çajrave dhe kafes mbrapa ushqimit, që kanë si zakon. Shumë i gabuar. Unë përthithin në disa elemente kryesorë duke filluar nga ekurit të tjerë. Kafja mund të pihet para dite, mund të pihet e shkëputur, por nuk mund të pihet dot pas buke. Shembulli i keq është konsumimi i bukës, i mishit, i ndyrës. Për shembull, djath, bukë, vezë, mish. Kombinim fatal. Nga kombinimet më tradicionale të familjeve tona. Më tradicionale, po ta vështirë shumë njerëz tonë u rënduam sikur çik më rënd ara, e ke nga buka i thonë, nuk është nga buka. Është nga shumë elementë të cilët unë po them të drejtë. Duhet të ketë disa perime për natyre. Pra duhet të ketë disa perime që të bëhet një kombinim, sepse trupi është inteligjent. Trupi është inteligjent dhe kërkon atë që do ai, jo atë që ty të pëlqen në syrin tënd, se ty të pëlqen patatinat ndoshta ose diçka tjetër. Kombinimi i keq është, për shembull, kanë vënë që bëhen diçka sallata. Vjet një sallat pak me panxhar, që i kanë parë këto në dieta të ndryshme, hidhen fasule, hidhen thjerza, copa mishi kuq dhe spinaq. Fatale, shumë e gabuar. Tanina dhe polifenolet, niveli i tyre i kombinimit është i vështirë për problemin e thithjes. Shumë i keq. Djati ose qumshi, djati me limon, me agrume, ose ku bëjnë të smoothies. Janë të gabuara. Proteinat, karbohidratet që janë të rafinuara me yndyrna të larta. Janë përsëri të gabuar. Shumë yndyrë në aspektin edhe të sheqerit. Kremra, to pasta, to mërsira që janë me pet, me brum, me krem, kështu, kombinimi më i lartë i dëmtimit metabolik dhe nivelive të rritjes të insulinës, kalorive boshe, mos përthithës gjërave. Peshku me nivelin e qumshit dhe me salsat kremoze me bazë qumshi nuk është i kombinueshëm dhe nuk është i mirë, sepse është i vështirë për tretin e tyre. Peshku duhet shoqëruar me limon dhe me perime të lehta ose perime furre ose perime siç thafëm që parë, për shembull brokolin, pataten, ndoshta karrotën e të tjerë. Ka elemente të tjerë, po themi vetëm to bazën kryesore se kush mund të jetë. Kjo tregon që trupi ynë nuk ka nevojë për shumë ushqim, po ka nevojë për një ushqim të zgjedhur, të kombinuar si duhet, për një ushqim të mençur. Dhe një pyetje të fundit fare që ma drejtojnë kolegët këtu, kafja është më e mirë e shkurtra apo normalja e gjata?
Po kafja kurdo ka nivele më të larta të kafeinës, sepse është e koncentruar. E shkurtra, ka më shumë varet ka më shumë koncentrim. Në qoftë se do më të letë varet nga organizmi, du ta shtosh me ato ujë, se ajo sa më shumë rrjedh ajo kafja kur ti po thua për kafen ekspres, aq më shumë ujë dhe më holl bëhet. Kafja filtr është më e lehtë. Kafja turke, kafja ekspres është më koncentruar. Kafja turke është pak më lehtë në aspektin e kafeinës, kafja filtruar është akoma më lehtë. Po varet nga sasia që pim. Gjithmonë të kemi kujdes sepse ajo ribustu, ajo kafja kremi, duhet të zgjedhim kafen e mirë, nuk duhet të ketë një ribusto të fortë, se ajo ribustu është nga kafe kokër vogël, e cila dëmton pjesët e mërqisë dhe të mukozës së stomaku dhe sjell ato problemet e dridhjes që ne kemi apo të aritmisë. Pra kemi kujdes kur zgjedhim kafen. Qartë, ne kemi zgjedhur me shumë kujdes këtu në emision. Altin, falenderoj shumë. Kemi ma thoni. Po kemi pyetje. Do t'i lëm gjatë publicitetit to personalet, besoj. I pranon. Dakor. Të falenderon shumë regjia për shpjegimin që i bëre për kafen. Se kanë vënë një bast, Altin kanë vënë një bast edhe jam shumë interesuar të kuptoj kush e ka fituar bastin për punën e kafes. Pastaj është e mirë, kafe nuk kam thënë që kafja është e mirë, është diçka shëndetësore që duhet konsumuar. E kemi thënë dhe këtë. Falenderoj shumë dhe të uroj ditë të mbarë. Po kujdes, kafja jo tani në verë shumë. Temperaturë shumë të lartë nuk është efektive mirë. E kemi zgjidhur me kafe të freskët. E kemi zgjidhur. Të falenderoj edhe një herë, të uroj ditë të mbarë. Faleminderit, kalojmë në publicitet, shihemi pas pak në Rezen ton, ju pres. Kem tani të ftuar në këtë hapësirë të Reziston zotin mentor Maksuta, ai është kreu aktual i organizatës panshqiptare, Federatës Panshqiptare Vatra, një nga organizatat më të fuqishme që ka një zë të jashtëzakonshëm për 113 vitesh për komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aktualisht mentori sapo ka ardhur, sapo ka mbërritur në fakt nga Boston, për të treguar diçka më tepër rreth komunitetit shqiptar aty, por jo vetëm, por dhe punën kolosale që kjo organizat bën për komunitetet shqiptare në Kosovë, në Maqedoni, në Preshevë, në Shqipëri. Për më tepër, ky zë i diasporës tashmë është shumë më i fuqishëm në këto vite, për t'i bërë bashkë të gjitha organizatat dhe për të treguar se sa e rëndësishme është mbështetja e këtyre komuniteteve. Të falenderoj dhe mirë se erdhe në Reze Dielli. Faleminderit juve shumë, faleminderit për mundësinë, hapësirën dhe ndjehemi privilegjuar që jam këtu sot dhe përfaqësoj Vatrën Boston. Keni marrë një çmim këto ditë apo jo? Nga Policia e Kosovës për ndihmën që keni dhënë komunitetit aty. Ishte një ndjenjë veçantë për mua që mora një çmim mirënjohje nga drejtori i policisë të rajonit të Gjakovës për lidhjen që kemi krijuar, mes organizatave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, posaçërisht në Boston, Massachusetts, dhe vetë qytetarëve apo organizatave jo qeveritare këtu në qytetin e Gjakovës në këtë rast specifik. Sa vite keni në Amerikë? Unë kam 26 vite, qysh nga lufta e Kosovës, kam qenë aty deri në momentet e fundit tuaj dhe pastaj kemi lëvizur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si u zgjodhët pastaj të drejtonit Vatrën? Sa vite keni që drejtoni? Tash 2 vite do bëhen në fund të këtij viti, qysh në dhjetor të vitit 2023, Vatra në Boston, që është edhe dega kryesore e Vatrës. Aty kam pasur rastin që të zgjidhem edhe privilegjin që të udhëheq për 4 vite, pastaj shohim. Boston është një nga vendet më të populluara, shtetet më të populluara me shqiptar pas New Yorkut, tham, kështu që puna kolosale dhe vetë komuniteti sa aktiv është për të le të themi ruajtur, duke qenë se kjo është një organizat prej 113 vitesh që është themeluar mbi baza të theksuara patriotike dhe kulturore mbi të gjitha. Vatra është shumë e qartë në misionin e saj, sa aty nuk është vetëm përfshirja e misionit të Vatrës që të ndihmojë shqiptarët që vinë atje dhe adresohen dhe ndihmojnë në jetën e tyre të përditshme. Edhe për te kufive të Amerikës. Për te kufive dhe ka mision shumë të qartë në pikat e saj që në ruajtjen e kulturës, traditës dhe historisë shqiptare. Dhe në njëjtën kohë edukimit të gjeneratave dhe brezave të ardhshëm. Dhe ajo është puna më e madhe që ne sot bëjmë, sepse ata që kanë një moshë më të shkuar e dinë, njohin Vatrën, nga Noli, nga Konica dhe gjithë ata adetarat tanë që e krijuan dhe formuan dhe krijuan këtë blueprint, këtë plan që ne të vazhdojmë përpara dhe ndihmuan qysh në vitet e para nga konferencat e paqes e tek ndihma e qeverisë shqiptare e gjërat e tjera që dhanë mundin e tyre që të lobohej sa më shumë mbështetjen shqiptare. Tash në ditët e sotme Vatra është sfidë tani afrimi i brezit të ri në tash është ajo sfida jonë më e madhe që bëjmë tash në momentin është afrimi edhe krijimi i besimit. Si e keni arritur ta krijoni besimin tek të rinjt? Si keni afruar të rinjt të jenë pjesë e komunitetit? Unë mendoj që puna jonë ka bërë ato të vetën, se duke parë të tjerë që ne kemi vullnetin dhe dëshirën dhe një nga një duke afruar, duke pasur dëshirë, ne këtë vit festuam 113 vjetorin e krijimit të Vatrës në Boston, në prill të këtij viti dhe ndam bursa për studentët shqiptarë, që nuk është bërë më shumë se 40 vite, ndam atje dhe shpresojmë që të jetë gjë vjetore, jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ta zgjerojmë edhe më të tjerë. Edhe sidomos të synojmë
shqiptarët që janë jashtë dy shteteve tona specifike që kemi për momentin që kanë nevojë ndoshta më shumë që të ndihmojnë dhe të qëndrojnë në vendet e tyre etnike ku janë lindur dhe gjyshit të së gjyshit e tyre që të vazhdojnë jetën aty. Dhe puna jonë ka bërë domosdoshmë që njerëzit të shohin që këta janë duke punuar dhe ne do afrohemi dhe të japim kontributin tonë. Atë ditë ne kishim edhe të rinj që sapo kishin imigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duhet të bëhen antar, si mund të bëhen antar, çfarë mund të bëj, duhet të bëhen pjesë edhe bordin drejtues, ndoshta se duhet jap kontributin tim edhe të ndihmoj edhe shoh se të ndihem pjesë e diçkaje që ka një ndikim. Kam vënë që kohët e fundit, përveç se zëri është më i fuqishëm i diasporës dhe komunitetet shqiptare në Amerikë janë goxha aktive për të organizuar shumë evente, bëhen bashkë, gati të unifikuar, sepse janë shumë organizata apo jo që funksionojnë në të njëjtën linjë për të mbështetur komunitetet aty dhe për të ruajtur traditën, kulturën, të gjitha të ngritura mbi baza të flakta patriotike. Më trego pak për këto eventet që organizoni, cilat janë ato eventet më të rëndësishme? Ajo është një ndoshta nga arritjet më të mëdha që ne kemi bërë këto vitet e fundit. Është që të dalim para gjithë komunitetit i vetë shqiptarë dhe jo vetëm shqiptarë, domethënë që ne jemi të unifikuar, të bashkuar dhe kemi një synim, një qëllim. Nëse është puna që ndihmojmë hapjen e shkollave shqipe, apo të bëjmë festime të ndryshme që kemi, kombëtare, shtetërore, apo të bëjmë pronime librash, donacione, evente të ndryshme që ndihmojmë njerëzit personalisht, por edhe në aspektet më të gjerë që ata të kenë ndihmë që kanë nevojshme. Dhe kjo është bërë përmes bërjes së hapave disa herë, duke ofruar të bëjmë diçka së bashku, e shohim që mund të bëjmë së bashku. Por në njëjtën kohë duke koordinuar eventet, se nganjëherë nëse bëjmë gjithë eventet në njëjtën kohë edhe ndan njerëzit. Dhe ne kemi krijuar një farë lloji kalendari, edhe komunikimi mes nesh që të di të bëhet bashkë, të jenë të dim kur jemi dhe pastaj të afrojmë njerëzit. Ne kishim pas prillit kishim edhe promovim librash të Elir Ekonomi që bëmë bashkë me kishën e Fanolit apo kisha Shëngjeti që është, po kisha Norit që një dhe qenë kulturore, pastaj mbështetëm Albania Film Festival që u bë tash në fund të muajit maj dhe fillim muajit qershor. Në njëjtën kohë kishim edhe festivalin shqiptar në Worcester, Massachusetts, ku ishim edhe pjesë dhe morëm dekorim, u nderuam në këtë rast për kontributin që Vatra ka dhënë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shqiptarët atje dhe më gjerë. Gjitha këto janë bërë jo vetëm nga Vatra, por në bashkëpunim me gjithë organizata tjera që kanë ideologjinë dhe kanë misionin e njëjtë në formatin e tyre që të ndihmojnë, qoftë në aspektin kulturor, artistik apo atë patriotik. Kjo është mënyra se si shqiptarët po lidhen me njëri tjetrin përmes artit, përmes kulturës, përmes sportit, duke i promovuar shqiptarë të suksesshëm që kemi njohur pafund dhe ka akoma më shumë për t'i promovuar dhe qoftë edhe ndoshta përmes eventeve që organizohen apo jo për t'i bërë bashkë. Ajo është edhe ndoshta më e mira për arsye se jo të gjithë njerëzit janë të interesuar për një gjë. Gjithë kanë interesa të ndryshme apo kuriozitete të ndryshme. Dhe kjo e bën që larmia e gjithë këtyre eventeve ai tregon bashkëpunimin, afrimin dhe në njëjtën kohë zgjon interesimin e njerëzve të caktuar për gjëra që për ata është e rëndësishme. Dhe pastaj ata do afrohen më afër dhe do japin kontributin e tyre, por është shumë evidente kohëve të fundit dhe është shumë e mira që ne shohim nga jashtë. Se ne gjithë ta shohim televizionet tona, shqyrë Zotit, tash kemi mundësi gjithë të shohim, kudo që jesh në botë, dhe shohim gjithë ato shqiptarë dhe ato djemë vajza që kanë arritur, kanë sukses dhe na i zbardhin fytyrën kudo që janë. Bukur. Do kishte sfida dhe pengesa të mëdha, besoj, kur këto organizata secila punojnë më vete dhe nuk bëhen bashkë për të njëjtin qëllim, siç ju thatë. Për shembull, kam dëgjuar që komunitetet shqiptare, diaspora, për shembull në Amerikë është më aktive, më e fuqishme, më bashkë, më solide se çdo komunitet tjetër në vendet e tjera, në kontinentet e tjera, apo qoftë edhe në Evropë. Është e vërtetë kjo? Çfarë e bën këtë komunitet të jetë kaq solid? Ndoshta largësia, nostalgjia, fakti i të qenit më patriotik, ndoshta që në rrënjët e veta të themelimit, për shembull rasti konkret i Vatrës, apo? Unë mendoj që edhe ne kemi ato mangësitë tona, pa më parasysh se askush në fund nuk është perfekt, por mendoj që largësia në ne, në ndy vetë ajo ndikimi dhe lidhja që është me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe gjithë historia tregon ndihmë që është dhënë edhe Shqipërisë me luftën e parë dhe dytë botërore, dhe pastaj edhe së fundi me luftën në Kosovë që ka qenë evidente ndihma e Shtetit të Bashkuara të Amerikës të NATO-s edhe gjithë aleatëve të tyre, që ndoshta Kosova nuk do të ishte e lirë pa gjithë atë ndihmë. Dhe duke pasur parasysh se shqiptarët që ishin atje ishin ata që ndikuan, ndihmuan dhe me një farë mënyrë imponuan vendimarrësit amerikanë që ta njihnin dhe të shifnin se çfarë ndodhte me shqiptarët në Kosovë. Tash është detyrë jone që ta zgjerojmë këtë lobim dhe të flasim më shumë edhe për shqiptarët në Preshevë, Medveç Bejanovce, Sanxhak, edhe ata që janë në Qamari edhe në pjesët jo më shumë shqiptare që janë në Maqedoni. Dhe kontributi ka qenë i tillë. Për shembull rasti konkret i ndihmës që Vatra ka dhënë për persona të sëmurë me kancer apo jo në Preshev, në mos gaboj. Në Gjakov, më fal.
shtrirja pra e kontributit dhe ndihmës që ky komunitet jep për komunitetin shqiptar në Kosovë, në Maqedoni e më gjërë, është një nga objektivat e radhës, apo jo? Ju si do ta zgjeroni më tepër ndihmën që do t'i jepni komuniteteve shqiptare për te kufirit amerikan? Unë s'pari falenderoj gjitha organizatat që veprojnë në Boston, Massachusetts edhe më gjerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për arsye se ne kemi gjetur një kod bashkëpunimi që të ndihmojmë njëri tjetrin dhe në momentet e kur unë kërkoj që hey, do ndihmojmë këtë organizat që merret me si rasti në Gjakov me gratë me kancer, ata gjithu bashkuan dhe ne do ndihmojmë. Kemi raste tjera ku kemi dërguar çanta për fëmijë në Shqipëri, kemi ndihmuar familje me ndihma, nevoja të ndryshme ndihma, qoftë ajo mjekësore apo medikamente apo edhe në aspektin financiar. Tash synimet e tona janë shumë qarta. Ne jemi në bashkëpunim me sipër me organizata që punojnë për çështjen çame, që ne të evidentojmë, të regjistrojmë histori të njerëzve që kanë kaluar gjenocidin qam qysh në vitin 1944 më të tjerë ose më parë që janë ende gjallë, që ato pasaj të futen në librat e Kongresit, në arkivat e Ministrive Shqiptare e Kosovës e shteteve tonë, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të mesin evidencë dhe ti njoftojmë dhe edukojmë të gjithë ata që janë jo shqiptarë në lidhje me çështje tjera, që shqiptarët janë jashtë trojeve të dy shteteve që sot kemi. Dërsa ajo pika tjetër që është në synimin tonë tash për momentin është edhe Lugina për me veç Brajanovës edhe Sanxhaku që me vërtet kanë një nevojë më masive dhe ne jemi duke bërë disa takime, duke krijuar ura mes federatës sonë, edhe organizatave tjera dhe atyre shqiptarëve që jetojnë dhe veprojnë atje të shohim se pikëpari çfarë nevoje kanë ata, jo çka mendojmë ne që kanë ata nevojë ndihmë, por çka kanë ata nevojë, se ata e dinë më mirë se ne dhe pastaj shohim se si ne mund të ndihmojmë. Por ne i dimë ato të thjeshtat që kanë nevojë. Kanë nevojë në aspektin financiar, ndoshta me bursa për shkolla që ata qëndrojnë aty, ndoshta edhe për lidhje që kanë edhe nevojën që problemet e tyre të njihen nga mendimtarësit e alatët tanë që na kanë ndihmuar neve edhe më shpesh që do ndihmojnë edhe pjesën tjetër të shqiptarëve. Pra, kështu funksionon në përgjithësi për të dhënë ndihmë dhe pse ne kemi në gjak të dhuruarit, kemi në gjak edhe të dhënë ndihmë për persona të cilët kanë nevojë. Një familje që vjen nga Shqipëria, për shembull në Amerikë, me çfarë sfidash përballen në ditët e sotme? Është e vështirë për të nisur jetën në Amerikë? Në vitet e fundit mendoj që se çdo lëvizje është e vështirë, pa marrë parasysh edhe nëse lëvizim brenda Evropës, jo po lëvizim në një kontinent tjetër, është gjë e vështirë, por duke pasur parasysh gjitha organizatat që janë atje dhe shqiptarët se ti e the më herët që ne jemi mikpritës. Pa marrë parasysh shqiptarët kur shkojnë ne kemi atë mikpritjen tonë në gjak, në DNA siç thuhet. Mendoj që është një lehtësim shumë i madh. Po marr parasysh ato sfidat e shoku i ndryshimit, kultura apo ato sistemet e përditësore që i kanë jetuar në trojet e tyre dhe tash që jetojnë atje është ndryshim i madh, por ne mundohemi që t'ju ndihmojmë sa më shumë që është e nevojshme, qoftë në aspektin gjetjes punës, aspekte tjera ndihmës për dokumentacion apo për sistemet, proceset, mësimi i gjërave se si shkojnë edhe që t'ia bëjmë sa më të lehta të ndryshimin e jetës edhe që ai shoku i parë të kalojë sa më shpejt. Ata vetë ju kontaktojnë ju, mentor, për shembull, dhe janë të interesuar për të marrë ndihmën tuaj apo? Disa gjëra që kemi vërejtë viteve të fundit, ne marrim kontakte kur njerëzit e dinë që do vinë atje qysh më parë. Që dërgojnë email apo dërgojnë mesazh apo mes rrjeteve sociale, tashti që janë më së populluara dhe na kontaktojnë dhe thonë që unë do jem në këtë shtet, do vi këtu, kam nevojë për këtë, kush mund ndihmoj. Dhe mira është që secili nga ata merr përgjigje të shumta. Që hej, po të nevojë për punë, ne do bëjmë këtë, po të nevojë për diçka tjetër na trego, po që ndonjë përgjegjësi tjetër që ke nevojë për të, ne do mundohemi të asistojmë ose të lidhemi. Si një familje e madhe që pret dikë të vijë. Ajo është më e mira, që kemi shumë raste kur bën një postim edhe bën një pyetje në rrjetet sociale dhe merr 4-5 apo 10 përgjigje që njerëzit më njëherë thonë kontakto këtë person, po të nevojë për punë ose kontakto për atë që janë, është nevoja më të mëdha për momentin për njerëzit që vinë. Pëlqeu fakti që jepni edhe bursa për studentët që kanë nevojë për të studiuar. Si i përzgjidhni? Kjo përzgjedhje bëhet në prill të këtij viti, kemi dhënë në 10 bursa dhe studentët kanë pasur. Aplikojnë vetë? Studentët aplikojnë. Do janë disa kritere specifike, duhet të jenë dëshmojnë që janë shqiptarë pikëpare që studiojnë në kolegjit apo universitetet amerikane, duhet të kenë një notë mesatare 3.2 ose më lartë, që është aty të kriteret janë të vendosur, pastaj gjithë ata bëjnë aplikimin, ne pastaj kemi komisionin 3 persona që janë zgjedhorë dhe zgjedhin 10 më të mirë dhe ata që kanë nevojë më shumti. Këtë rast, ne kemi dëshirë që ndihmojmë ata që kanë nevojë më shumti dhe pastaj bëjmë në 113 orën e vatës, ne përzgjedhëm 10 nga ata dhe erdhën dhe morën atë bursën e vogël që ishte shenjë simbolike dhe shpresojmë që ajo të rritet. Dhe në vitin tjetër, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por të shohim se si mund të ndihmojmë në këtë rast, ndoshta edhe studentët në Lugin për shembull veç Branov, Sanxhak apo edhe Maqedoni. Qartë.
Unë ju falenderoj shumë që erdhët dhe ju uroj shumë suksese për gjithë punën tuaj që bëni për komunitetin shqiptar në Amerikë, por jo vetëm edhe jashtë saj. Faleminderit shumë. Faleminderit juve për mundësinë, kohën edhe për hapësirën e misionin tuaj, sepse po mos ishit ju, shumë njerëz nuk do dini për çdo punën që shqiptarët bëjnë. Ne na ndjekin shumë edhe për te, kështu që edhe në kanalin tonë në YouTube kanë mundësi që komuniteti shqiptar ta ndjeki këtë bisedë të përfaqësuar prej jush. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Ne përshëndetemi së bashku, kjo ishte hapësira e Rezës për ditën e sotme, shihemi nesër.